Në përpjekje për të shpëtuar jetën e Gjivanit, Nur dhe Leila nisen në një udhëtim të gjatë dhe të pasigurt. Rruga përpara tyre është e mbuluar nga mjegulla e mëdyshjes, por zemrat e tyre janë të mbushura me një shpresë të vetme të shpëtojnë Gjivanin nga vdekja. Në ishtjen e thellë të udhëtimit, çdo kilometër duket si një betejë me kohën. Leila ndjen peshën e ankthit dhe frikës, por Nur e mbështet me forcën e saj të brendshme. Ajo e di se në fund të kësaj rruge mund të gjendet shpëtimi. Handan, motra e larguar prej vitesh e Nurit, ka premtuar një ilaç të rrallë, një shpresë që dikur kishte shpëtuar jetën e xhaxhait të tyre, i prekur nga e njëjta sëmundje që tani po e shuan Gjivanin. Kujtimet e asaj mrekullie e ndjekin Nurin gjatë gjithë udhës dhe japin forcë të mos dorëzohet. I lodhur nga sëmundja që i ka pushtuar trupin dhe shpirtin, Gjivani ndjen se forcat po e braktisin ngadalë. Në eshtjen e dhomës, sytë e tij u mbasin në boshllëk, por mendja u udhëton larg në vitet e fëmijërisë. Në kujtime çdo gjë është ende e gjallë, zëri i qeshur i Leilës, lojrat e pafundme, ditët e ngrohta plot ëndra e shpresë. Ai e sheh veten fëmijë, pa dhimbje, pa frikë, i rrethuar nga dashuria e njerëzve të tij më të afërt. Një ndjenjë e ëmbël dhe e dhimbshme e përfshin, papritur një lot i vetëm i rrëshqet në faqe, një lot që përmbledh gjithë mallin, dhimbjen dhe mirënjohjen për jetën që po i largohet. Në këtë çast Xhivane kupton se fundi është afër, por bashkë me frikën në zemrën e tij ka edhe paqe. Ai e di se do të ndahet nga jeta, por jo nga dashuria e atyre që i deshi, sepse kujtimet do ta mbajnë gjallë për gjithmonë. Gyzide, me syt plot me lot shkon të takoj Xhivanin në momentin e tij më të vështirë. Ajo i qëndron pranë, përpiqet ta mbajë sa më afër, duke i dhënë ngrohtësinë dhe forcën që ai ka nevojë. Ndërsa Xhivan ndjen lodhjen dhe dobësinë e trupit, por edhe thellësinë e momentit, e përqafon me mirënjohje të pafund, me një zë të dobët e falenderon për të gjithë kujdesin dhe dashurinë që ajo i ka dhuruar gjatë gjithë jetës së tij. Në atë përqafim të eshtur, ai premton se do t'u dërgoj përshëndetjet e saja, fëmijëve të cilët kanë ndëruar jetë. Fjalët e thjeshta, por të fuqishme, prekin thellë zemrën e Gyzides. Tufan, duke u përballur me pamjen e Xhivanit të shtrirë dhe të lodhur, menjëherë kthehet në kujtimet e së kaluarës. Ai e mban në mend imazhin e vogël të Xhivanit, atëherë kur fëmia kishte temperaturë të lartë dhe ai i kishte premtuar se do ta shëronte dhe do t'i qëndronte gjithmonë pranë tij. Por tani, duke parë të birin në të njëjtën situatë, por shumë më të rëndë, zemra e Tufanit thyet, lotët fillojnë t'i rrjedhin ngadalë, duke treguar dhimbjen e një babai që e di se nuk mund ta shpëtojë dot të birin. Në momentin kur Xhivane përqafon, me një frym të dobët, ai e falenderon baban për gjithë dashurinë dhe mbështetjen që ai ka dhënë gjatë gjithë jetës. Fjalët e tij janë një dëshmi e lidhjes së paprekshme mes tyre, një falënderim i sinqert për babain që kur nuk mund ta kishte gjetur më të mirë se Tufani. Leila dhe Nur takohen me mjekun që po kujdeset për Xhivanin, me fytyra të zbehta dhe zemra të mbushura me shqetësim, dëgjojnë lajmin e vështirë. Do të bëjnë një përpjekje të fundit, një ndërhyrje gjenetike për të ndryshuar fatin e tij. Por mjeku nuk ju jep asnjë garanci. Fjalët e tij janë të qarta dhe të ftohta, shpresa është e hollë, e paqartë dhe çdo gjë mbetet në dorën e fatit. Në atë moment të vështirë, Nur dhe Leila shohin njëra tjetrën. Në sytë e tyre ndriçon një shpresë e eshtur, një lutje për një shans të dytë, për jetë, për një mundësi që mund të ndryshojë gjithçka për Xhivanin. Leila kthehet nga mjeku dhe shet Xhivanin të lodhur, me sytë e mbushur me dhimbje dhe dashuri. Ajo i shpreh ngrohtësinë dhe ndjenjat e saj, duke lutur të qëndrojë fort. Në një çast, ajo i thot se do të largohet për pak, por që zemra e saj do të jetë gjithmonë pranë tij. Xhivan me një frym të dobët i kërkon asaj që të kthehet dhe të qëndrojë me të dhe të mos e braktis kurrë. Në mendjen e tij rikthehen kujtimi i errët kur kishte tentuar t'i jap fund jetës, por që u ndalua nga një lajm i mrekullueshëm që Leila ishte shtatzan. Ky moment kishte ndryshuar gjithçka për të, duke dhënë shpresë dhe forcë për të vazhduar. Leila dhe Nur shkojnë të takojnë Handanin, motrën e largët prej kohësh të Nurit, në kërkim të ilaçit që mund të shpëtojë Xhivanin, por Handan vendos kushte të ashpra. Ajo kërkon që Leila të gatuaj për të dhe mysafirët e saj, një provë që sfidon durimin dhe forcën e Leilës. Pa hezitim, Leila pranon, duke e parë këtë si një mundësi të vetme për të shpëtuar të dashurinë e saj.
Me përpjekje të palodhura dhe me zemër të madhe, ajo përkushtohet për të përmbushur këtë detyrë, pavarësisht vështirësive. Në një moment të veçantë, duke parë gjithë përkushtimin dhe dashurinë e Leilës për Xhivanin, Nur e falenderon me sinqeritet dhe emocion të thellë, një mirënjohje që reflekton lidhjen e fortë dhe dashurinë e pastër që ka Leila për të dashurin e saj, Xhivanin. Pas përfundimit të detyrës së vështirë që kërkoi Handan, Leila merr në dorë ilaçin e shpresës për Xhivanin dhe largohet me zemër të rënduar, por plot besim se gjithçka do të shkojë mirë. Por historia nuk përfundon aty. Handan, me një plan të fshehtë, ka një detyrë tjetër për Nurin, një kërkesë që e detyron atë të qëndrojë më gjatë në vendin ku janë, larg Leilës dhe nga rruga e drejtë që dëshiron të ndjekë. Handan e detyron Nurin që të pastroj vendin dhe më pas t'i përgatis, asaj dhe vetes nga një gotë verë. Por Nur, e mbushur me vendosmëri dhe një breng të thellë, ka një plan tjetër. Pa u trembur nga kërcënimet apo detyrimet, ajo helmon verën dhe ja jep Handanit. Pas pak Handan bie pa ndjenja, e pafuqishme përballë veprimit të Nurit. Në eshtje ndërsa shikon trupin e saj të shtrirë, Nur përshpërit me vete një të vërtet të hidhur, duhet ta kishte bërë këtë më herët, sepse vetëm Handan dinte sekretin që mund ta rrëzonte atë, identitetin e vërtet të Nurit. Leila niset me zemrën plot gëzim dhe shpresë të re, duke mbajtur në duar ilaçin që priste me padurim, ilaçi që mund të shpëtojë jetën e Xhivanit. Çdo hap i saj është i mbushur me besim dhe lutje që gjithçka do të shkojë shumë mirë. Por kur arrin në dhomën ku ndodhet ai, ajo përballet me realitetin e hidhur. Është tepër vonë, Xhivan tashmë kishte ndërruar jetë. Me një ulërim të thellë dhe lot që rrjedhin pa pushim, Leila rrëzohet pranë trupit të tij, duke i kërkuar me dhimbje të madhe të kthehet, të mos largohet nga ajo botë. Por çdo fjalë dhe lutje është bosh, sepse Xhivan nuk është me mes tyre. Të gjithë familjarët hynë në dhomë ku prehet Xhivani, të tmerruar dhe të tronditur nga lajmi i hidhur, me sytë e mbushur me lodhë dhe zemrat e thyer, përpiqen me dëshpërim ta sjellin në jetë. Por çdo përpjekje është e kotë. Jeta e Xhivanit të shuar përgjithmonë, ata përqafojnë njëri tjetrin në dhimbje të thellë, duke ndarë një idhërim të pakapërsyeshëm për humbjen e një pjese të familjes që nuk do të rikthehet. Mes lodhëve dhe dhimbjes, Leila kthehet në kujtimet e fëmirisë, momentet e lumtura kur ajo dhe Xhivani i vogël i kishin premtuar njëri tjetrit se kur nuk do të ndaheshin. Të gjithë me zemër të thyer, përcjellin në banesën e fundit Xhivanin, një humbje që le boshllëk të madh në familje dhe në shpirt. Nur e fortë dhe pa thyeshme nga jashtë, në thellësi të zemrës një dhimbje të pafundme për të birin. Në një moment, trupi i saj nuk i përgjigjet më, ajo humbet ndjenjat, por ndihmohet nga tufan. Në varrimin e Xhivanit, Leila qëndron e shtrirë, duke ndjerë dhimbjen dhe mungesën që nuk zvendësohet dot. Pra saj vjen Leila e vogël, një fëmijë që dikur kishte përjetuar humbjen e dhimbshme të Xhinos, një moment që tani shënon lidhjen mes të kaluarës dhe asaj të tashmes.